Sa para fiton shteti vetëm nga taksat në Gjermani brenda një viti? Shtojer apo tatimet është një nocion që shumë kujt i ngrihen flokët përpjet kur përmendet. Po pse? Sepse Gjermania është vendi i dytë në Evropë me tatimet më të larta menjëherë pas Belgjikës. Sistemet e tatimeve në Gjermani i kam shpjeguar disa herë, por të them shkurt se këtu ka 6 kategori të ndryshme të tatimeve që paguhen varësisht nga gjendja familjare, nga numri i fëmijëve, nga punësimi i çifteve etj. Por në këtë video do të përqendrohem tek të ardhurat e shtetit nga taksat. Vetëm gjatë vitit 2025 Gjermania ka mbledhur gjithsej rreth 989 presje 8 miliard euro të ardhura nga taksat, që është 4,4% ose 42 miliard më shumë se në vitin 2024. Pjesa më e madhe e taksave është mbledhur nga tatimet mbi pagat dhe nga tatimet në vlerën e shtuar apo TVSH me rreth 746 miliard euro. Këto të ardhura më pas ndahen në administrim në nivelin federal, në lande dhe në komuna. Qeveria federale ka marrë nga këto tatime rreth 389 miliard euro, landet kanë marrë rreth 415 miliard euro dhe komunat rreth 151 miliard euro. Këto shifra miq të dashur tregojnë se të ardhurat tatimore në Gjermani kanë vazhduar të rriten në fakt edhe në vitin 2025, pavarësisht krizës ekonomike dhe falimentimeve rekorde të kompanive në këtë vend që kanë ndodhur. Ndryshe, Gjermania ka shënuar gjatë vitit 2025 edhe rritjen më të lartë të ardhurave nga tatimet mbi trashëgimit dhe dhuratat. Enti i statistikave ka bërë të ditur se shteti ka përfituar nga këto tatime 21,4 miliard euro, që është një rritje prej 60,8% krahasuar me vitin paraprak, kuptohet. Shkaku kryesor i kësaj rritje rekorde është rritja e madhe e tatimit mbi transferimet e pasurive shumë të mëdha, në vlerë prej të paktën 20 milion euro e më shumë. Në këtë kategori, tatimet janë rritur vitin e kaluar me 146,8% dhe kjo ka bërë që tatimet mbi trashëgimin dhe dhuratat të rriten në nivel rekord. Ndryshe, gjatë vitit të kaluar u transferuan pasuri me një vlerë totale prej 141 miliard euro ose 23% më shumë se sa një vit më parë. Pjesën më të madhe të këtyre transferimeve e përbën pra transferimet e aksioneve tek familjarët e tjerë, por edhe e pasurive biznesore, e një pjesë e konsiderueshme këtu përbën edhe transferimet e patundshmërive, pra të shtëpive, banesave e tjerë, me rreth 62 miliard euro. Të gjitha këto shifra ndoshta nuk janë edhe aq me rëndësi, por tregojnë që shteti gjerman përfiton shumë, si nga tatimet në rroga e TVSH, po ashtu edhe nga trashëgimia dhe dhuratat. Tani për fund, shpesh bëj edhe një pyetje se çfarë mendoni ju. Por nëse e shtroj këtë pyetje se çfarë mendoni për taksat dhe tatimet në Gjermani, me siguri që asnjë njeri nuk do të flasë pozitivisht. E t'ju them të drejtën, as unë nuk kam ndonjë mendim tepër pozitiv për tatimet në Gjermani, sepse niveli, siç e thash fare në fillim, është tepër i lartë. Me mirë po them, mirupafshim me informacionat e tjera.